Federica Mogherini, rektoria e Kolegjit e Europës dhe ish përfaqësuese e lartë e BE-s për politikën e jashtme, e cila u arrestua dje si pjesë e një hetimi për mashtrim që përfshinte Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm dhe Kolegjin e Europës, u lirua gjatë natës rreth orës 1, raporton Corriere della Sera. Dy të ndaluarit e tjerë, Stefano Sanino dhe Cesare Zegretti, u liruan gjithashtu. Pasi u morën në pyetje nga Policia Federale Gjyqësore Belge, të tre individët u informuan zyrtarisht për akuzat kundër tyre. Akuzat kanë të bëjnë me mashtrim dhe korrupsion në prokurim, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Ata janë liruar pasi nuk konsiderohen rrezik për arratisje, informuan gjyqtarët. Në qendër të hetimit është një program 9 mujor trajnimi për diplomatët e rinj të BE-s, një kontratë prestigjioze me peshë të madhe financiare dhe institucionale. Gjatë viteve 2021-2022, Shërbimi Diplomatik i BE-s, EEAS, i dha këtë projekt Kolegjit e Europës, por EPPO dyshon se procesi nuk ka qenë i pastër. Dyshimi kryesor është se Kolegji i Europës që ka seli edhe në Shqipëri, i drejtuar nga Mogherini, mund të ketë marrë informacion të brendshëm për kriteret e tenderit përpara se ato të bëheshin publike. Pra mund të ketë patur paranjohuri që i dha avantazh të padrejtë dhe që nëse konfirmohet, përbën favorizim dhe shkelje të rënd të konkurrencës së ndershme. Pikërisht për këtë arsye, Mogherini po hetohet për rolin e saj. Nuk ka prova të shpallura publikisht se ka marrë para ose ka dhënë urdhra të drejt për drejt, por EPPO beson se ajo ka ditur, ka lejuar ose ka përfituar nga qarkullimi i informacionit konfidencial. Mes të arrestuarve ishte dhe Stefano Sanino, ish sekretari i përgjithshëm i EEAS, institucioni që organizoi vetë tenderin. Për shkak të pozicionit të tij, ai kishte akses të plot në dosje dhe kriteret e përzgjedhjes. Hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse ai ka ndarë në mënyrë të paligjshme këto kritere me Mogherinin dhe bashkëpunëtorët e saj. Ajo që hetohet për momentin përfshin mashtrim në tender publik, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Për të vazhduar hetimet, Prokuroria Europiane ka kërkuar edhe hiqjen e imunitetit për disa prej personave të përfshirë. Operacioni është drejtuar nga një gjyqtar belg dhe EPPO, ndërsa Policia Federale Belge ka kryer bastësisjet në Bruksel, Brysh dhe në banesat e të dyshuarve. Për nga profili i të arrestuarve, ky është një nga aksionet më të forta të EPPO-s ndaj figurave të nivelit të lartë brenda institucioneve të BE-s. Federica Mogherini nuk është një emër i zakonshëm. Ajo ka qenë ministre e jashtme e Italisë dhe për 5 vite, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikën e jashtme, pozicioni më i lartë diplomatik i Unionit. Arrestimi i Mogherinit bie veçanërisht në sy në Shqipëri, ku ajo për vite me radhë u pasi person pranë Edi Ramës dhe qeverisë socialiste. Kolegji Evropian, për cilin Mogherini u rreshtua, hapi edhe një deg, seli në Tiranë. Edi Rama e promovoi fort këtë ngjarje, duke qenë se Kolegji i Europës sapo ishte hapur, dhe dega e tretë erdhi u hap në Tiranë pas Brysh dhe Varshavës, pati hapësirë për dyshimin e arsyeshëm se Mogherini vazhdonte të shërbente marrëdhënies me Edi Ramën. Kujtojmë se Mogherini u paraqit si një nga mbështetësit më të forta politike të reformës në drejtësi dhe procesit të vettingut. Mogherini e quante reformën shqiptare shembull për rajonin, një model që duhet ndjekur nga vendet e Ballkanit, ndërsa sot ajo vetë po hetohet për shkelje të rënda të parimeve që predikonte. Në Shqipëri ajo u akuzuar shpesh për një qëndrim të njanshëm politik, për afërsi me qeverinë e Edi Ramës dhe për mbyllje sysh ndaj kapjes së institucioneve nga ekzekutivi. Kritikët e saj akuzuan se ajo përdori retorikën e antikorrupsionit për të legjitimuar një reformë që në shumë aspekte prodhoi më shumë kontroll politik sesa pavarësi institucionale. Mogherini ishte kontroverse edhe në Kosovë, ku ajo nuk e përjashtoi publikisht idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, një tezë që tronditi diplomacinë europiane, që mbolli pasiguri dhe destabilizoi rajonin ato vite. Pikërisht për këtë, ajo humbi shumë kredibilitet përveç Tiranës, edhe në Prishtinë dhe Shkup, ku konsiderua si promotore e ideve të rrezikshme për kufit. Arrestimi i saj ishte një goditje e rëndë për imazhin e institucioneve europiane dhe një sinjal se prokuroria e BE-s nuk po kursen askënd, pavarësisht statusit apo emrit.